Përshëndetje miq! Në këtë video do të tregoj një histori shumë interesante që quhet Historia e Milingonës. Fillimisht desha t'ju falenderoj të gjithëve ju që jeni lidhur me kanalin ton. Na keni bërë like, share dhe subscribe. Ju ftojmë të dëgjoni këtë video. Historia e Milingonës. Në një koloni të madhe milingonash jetonte një milingon e vogël me zemër të madhe. Ajo nuk ishte më e forta, as më e shpejta, as më e zgjuara, por kishte një cilësi të veçantë, ndjeshmërinë dhe gatishmërinë për të ndihmuar të tjerët. Çdo ditë, ndërsa milingonat e tjera ishin të zëna me detyrat e tyre, ajo vërente nevojat e secilës prej tyre dhe ofronte ndihmën e saj pa hezitim. Kur një milingon e lodhur nuk mund të mbante një farë deri në maj të kodrës, ajo vinte menjëherë për ta ndihmuar. Në rastet kur një milingon pengohej dhe binte, ajo ishte e para që ofrohej për ta ngritur dhe inkurajuar. Kur shirat e rrëmbyeshëm shkaktonin shembjen e tuneleve, ajo pa u lodhur fillonte rindërtimin, duke i motivuar edhe të tjerët me përkushtimin e saj. Me kalimin e kohës, milingonat e tjera u mësuan me praninë dhe ndihmën e saj të vazhdueshme. Ato e dinin se mund të mbështeteshin tek ajo për çdo vështirësi. Nëse një ngarkesë ishte shumë e rëndë, ajo do ta merrte. Nëse një detyrë mbetej e papërfunduar, ajo do ta përfundonte. Edhe nëse dikush ishte i lodhur, ajo ofronte shpatullën e saj. Por askush nuk e pyeti ndonjëherë: "Po ti, a je lodhur?" Ditë pas dite, ajo përfundonte jo vetëm punën e saj, por edhe të shoqeve. Koha për pushim ishte e pakët, por ajo gjithmonë mendonte: "Edhe pak dhe gjithçka do të bëhet më mirë. E rëndësishme është që të tjerët t'ia dalin." Një ditë, milingona ndjeu se këmbët e saj filluan t'i dridheshin nga lodhja e madhe. Ajo nuk mund të mbante më fare si më parë. Dhimbja në shpinë u bë e pandërprerë dhe sytë e saj mezi fokusoheshin nga lodhja. Por pavarësisht kësaj, ajo nuk mund të lejonte veten të zhgënjente milingonat e tjera. Kur një milingon i kërkoi ndihmë me një ngarkesë, ajo mblodhi forcat e saj të fundit dhe pranoi. Kur një tjetër i kërkoi të përfundonte një detyrë, ajo shtrëngoi dhëmbët dhe tundi kokën në shenjë pohimi. Kur një i tretë i tha: "Ti ke gjithmonë kohë, më ndihmo dhe mua." Ajo, edhe pse e lodhur tej mase, nuk e refuzoi. Por trupi i saj nuk mund të përballonte më. Në mpeshën e të gjithë detyrave dhe shqetësimeve që kishte marrë përsipër, këmbët e saj u dorëzuan. Ajo ra në tokë e pafuqishme për të vazhduar. Milingonat e tjera të zëna me punët e tyre nuk e vunë re fare mungesën e saj. Fillimisht ato menduan se ajo do të kthehej shpejt, por ditët kaluan dhe mungesa e saj u bë gjithnjë e më e ndjeshme. Puna në koloni filloi të ngadalsohej. Farat e rëna mbeteshin të pambledhura. Tunelet e dëmtuara nuk riparoheshin me të njëjtën ritëm dhe atmosfera e përgjithshme ishte rënduar. Një nga një, milingonat filluan të kuptonin se sa e rëndësishme kishte qenë ajo për komunitetin e tyre. Ato e kërkuan, por ajo nuk ishte më. Vetëm një milingon e vjetër, e cila jetonte në skaj të kolonisë, pshërëtiu dhe tha: "Ajo iku." E kuptoi se askush nuk e vlerësonte vërtet punën dhe përkushtimin e saj derisa u zhduk. Të tjerat u ndjen fajtore. "Po pse nuk na tha që ishte e lodhur?" thonin ato. Milingona e vjetër u përgjigj: "A e keni pyetur ndonjëherë se si ndihej ajo?" Një heshtje e thellë ra mbi koloninë. Ato e kuptuan se kishin marrë si të mëlqen ndihmën dhe përkushtimin e saj, pa pyetur kurrë për gjendjen e saj apo nevojat që mund të kishte. Morali i historisë: në çdo shoqëri ka individ që marrin përsipër barrën e të tjerëve. Ato ndihmojnë, mbështesin dhe punojnë pa u lodhur për mirëqenien e të tjerëve. Por shpesh përkushtimi i tyre merret si i mirëqenë dhe neglizhohet.
Është thelbësore të vlerësojmë dhe të kujdesemi për këta individ, të pyesim se si janë dhe të ofrojmë ndihmën tonë reciproke. Të nderuar miq, kjo ishte historia e Milingonës. Nëse ju pëlqeu, ju lutem bëheni share. Faleminderit për kohën tuaj, shihemi në video të tjera.